Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajidu lahu waliyyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, krijuesit të gjithësisë. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që Zoti i Madh e udhëzon në rrugë të drejtë, atë që Allahu i lartësuar e largon nga errësira e mosbesimit dhe e bën musliman, e fut në dritën e udhëzimit, nuk ka kush që ta humbasi e ta devijojë prej rrugës së vërtetë. Dërsa atë që Zoti i Madh e lën humbje, e lën në devijim, e lën errësirë, nuk ka udhëzues për të, vetëm nëse dëshiron i Madhi Allah t'ja hapi zemrën dhe ta bëjë musliman. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka Zot tjetër që i meriton adhurimet më të plota, më të përsosura, më të sinqerta se sa Allahu, i cili është Zoti i vetëm i vërtet. Po ashtu dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte robi i Allahut dhe i dërguar i Tij i fundit, mbas të cilit nuk do të ketë më profet, edhe pse shumë njerëz do të pretendojnë se janë profet, edhe pse shpesh shohim shumë njerëz dalin nëpër media, nëpër televizore dhe jo pa qëllim. Dikush thotë kanë fol me Zotin, Allahu na ruaj, dikush thotë unë jam profet, dikush thotë Zoti më ka fol drejt për drejt, unë e kam pa Zotin, thotë dikush tjetër, edhe pse askush në këtë botë nuk e ka pa Allahun xhelle xhelaluhu. Të gjithë këto do të jenë profet të rrem, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i fundit i profetëve, mbas të cilit nuk do të ketë më profet deri në ditën e fundit të shkatrimit të kësaj dynjaje. Allahu i lartësuar i drejtohet besimtarëve në Kur'anin e Tij fisnik dhe i thotë: o ju të cilët keni besuar, kijeni frikë Allahun azza wa jall me një frikë të pastër, të sinqertë, dhe se vdekja mos t'ju gjejë ndryshe veç se duke qenë përgatitur për këtë vdekje, vetëm se duke qenë musliman të drejtë, të sinqert, për hir të Allahut azza wa jall. Po ashtu Zoti i Madh i drejtohet të gjithë njerëzve në këtë rruzull toksor dhe i thotë: o ju njerëz, ju kemi krijuar nga një palë vetme, prej kësaj pale të vetme, pra prej njeriu të parë, prej Ademit. Krijuan bashkëshorten e tij Havan, e prej këty të dyve u shumua bota, u shtua njerëzimi. Kijeni frikë Allahun me emrin e të cilit përbetoheni, ruani lidhjet farefisnore dhe dijeni se Zotin për herë do ta keni mbikëqyrës, si në fshehtësi, si në haptazi, si në vetmi apo në grup. Zotin e ke mbikëqyrës dhe të shikon për çdo gjë që vepron. Dhe në vijim fjala më e bukur, më e mrekullueshme është Kurani i Allahut famëlar, udhëzimi më i mirë, skicimi më i mirë që besimtari duhet ta marrë për shembull. Nuk është as repisti, as këngëtari, as artisti apo biznesmeni, por është rruga dhe skicimi që ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk ka lënë asnjë të mirë, vetëm se na e ka treguar atë që ta veprojmë, e nuk ka lënë asnjë gjë të keqe e të urryer, vetëm se na e ka tërhequr vërejtjen që të largohemi prej saj. E kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të Tij, me të vërtet ka arritur një fitore të madhe, si në këtë dunja, do të ketë një jetë të qetë, do të ketë një jetë të lumtur, do të ketë një jetë që do të pajtohet me caktimin e Zotit dhe nuk do t'i dalë atij ballë dhe nuk do ta kundërshtojë atë. Sepse Allahu e ka caktuar çdo gjë. Dhe ashtu në botën tjetër, pra do të jetë prej fitimtarëve të xheneteve të Allahut subhanahu wa taala. Lutim Allahun që të gjithëve të na bëj për atyre personave që do të kemi shpërblim pra xhenetin Firdeus, dhe e lutim Allahun subhanahu wa taala të na ruaj të gjithëve nga dëshkimi i Tij.
Të nderuar besimtar, Allahu Azza wa Jall në Kur'an na tregon dhe na thot që njeriu gjithmonë, sepse i tillë është krijuar, është i tillë që harron. Njeriu hutohet. Njeriu e harron Allahun Azza wa Jall, nuk e kujton atë ashtu siç i ka hija atij. E për këtë arsye Zoti i Madh thot në Kur'an: "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbuka kadhan famulaqi." O njeri, ti përpiqesh shumë, punon shumë, angazhohesh shumë, dhe një ditë ke për ta takuar Zotin tënd. Ashtu jemi ne njerëzit. Punojmë shumë, mundohemi shumë, lodhemi shumë, sprovohemi shumë, stresohemi shumë, sëmuremi, angazhohemi mbas kësaj dynjaje dhe në fundit çdo kush do ta takojë Allahun Azza wa Jall. E kush punon të mirë do të gjejë. E kush punon vepra të këqija, keq do të gjejë. Po ashtu Allahu Azza wa Jall i drejtohet njeriu përsëri. Ja ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O njeri, ç'të mashtroi ty të largohesh nga Zoti yt, i cili është bujar, të krijoi, të përsosi, të dha të gjitha të mirat, e përsëri njeriu harron dhe shkujdeset, hutohet, largohet nga kujdesi i Allahut, i bie në mend vetëm kur të jetë në sprovë dhe në vështirësi. Dhe prej gjërave që Allahu i ka dhuruar njeriu në këtë botë që ta kujtojë atë kush është, ndërrimi i stinëve. Allahu Azza wa Jalla në një ajet kuranor thot: "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab." Me të vërtetë në ndërrimin e natës, në krijimin e qiejve dhe tokës, në ndërrimin e natës dhe të ditës ka argumente. Ka shenja të qarta, nuk do mend ky muhabet. Vetëm do një zemër të pastër që ta pranoj, ta thithi këtë argument, të bindet për këtë që Zoti i Madh i ka dhënë. Ka argumente dhe shenja të qarta, thot Zoti, për kë? Për ata që i thirrin mendjes. Për ata që mendojnë, për ata që meditojnë. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. O Zot, nuk i ke kriju këto gjëra kot. Nuk i ka kriju Allahu këto gjëra kot. Abatha. Kot në hava. A për kot e krijoi Allahu botën? Kot i krijoi Allahu njerëzit, kot i krijoi Allahu galaktikat, kot i krijoi Allahu diellin, hënën, qiellin, oqeanin, detin, kot? Absolutisht jo. Çdo gjë ka një urtësi, ka një hikmet prej Allahu subhanahu wa taala. Dhe thon: "O Zoti ynë, ti nuk i ke krijuar këto gjëra kot, i lartësuar je, na ruaj nga dënimi i zjarrit." Pra që e kujtojnë Allahun. Dhe Allahu her pas here i tregon njerëzve që një ditë do të largohen, dhe çdo gjendje që njeriu ka sot nuk do ta ketë më nesër. Çdo kohë që njeriu kalon sot nuk do ta ketë më atë nesër. Shëndetin që kemi sot nesër ndoshta s'do ta kemi. Pasurinë që kemi sot nesër nuk do ta kemi. Fëmijët që kemi sot apo fëmijët që na kanë ne sot nuk do na kenë apo nuk do t'i kemi ne ata. Dhe çdo gjë në këtë botë kështu vazhdon. Sepse asgjë nuk është e përjetshme përveç Allahut. Ai është i gjallë, i përjetshëm. Dhe për këtë arsye Allahu fuqiplot i jep njerëzve shenja që ata të kujtojnë se nuk janë përjetshëm në këtë botë. E prej këtyre shenjave janë dhe stinët, pra siç e tham. Allahu subhanahu wa taala gjatë gjithë vitit i jep njeriu të kuptojë pra 4 ndryshime klimaterike, siç janë 4 stinët e vitit. Fillimisht vjen pranvera me lulet e saj të lloj-llojshme, me aromat e luleve shumë të mira, që njeriu e kënaq dhe i jep një fllad. I ke pa njerëzit, stina ime preferuar është pranvera sepse ka shumë lule. Sidomos ato romantike që mbledhin lule, bëjnë dhurata. Pastaj vjen vera. Vjen vera, do shkojnë njerëzit në plazh, do kënaqen.
Dikush tjetër e ka sprov, kur shtyhet në verë, është vapa e madhe, tmerr, unë punoj në diell, thot ai tjetri, sepse asnjëherë nuk i gjehet erezia njeriu. Më pas vjen vjeshta, bien gjethet. Fillon freskon koha, fillon ftohet koha. E më pas kush vjen dimri, pra stina në cilin ne jemi futur tani në stinën e dimrit. Por nuk do të ndalemi se kush është stina më e preferuar për njerëzit, se gjithë secili ka gustat e veta, shijet e tij, por do të ndalemi tek mirësitë, bekimet që ka stina e dimrit. Shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam gëzoheshin shumë kur hynte stina e dimrit. Pse? Që të luanin domino gjithë natën se s'kishin çat banin, që të luanin bijos, që të luanin PlayStation, apo se kanë ndeshje shumë. Shohin ndeshje, jo vallahi. Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu thoshte marhaban bishita'i tanzilu fihi baraka. Mirë se erdhe o dimër i begat. Mirë se erdhe o dimër i begat. Pse ishte i begat dimri? Dhe thot, yatulu fihi lejlu lil qiyami wa yuksaru fihi naharu lis siyam, sepse nata jote është shumë e gjatë për t'u fal, për të bërë adhurime, dhe dita jote është shumë e shkurtër për të agjeruar. Nata e dimrit është shumë e gjatë për të bërë adhurime. Nuk është kusht që njeriu netët e dimrit vetëm duhet falet, 3 gjithë natën të u fal. Por se duhet ta veçoj një kohë posaçme për ta madhëruar Allahun, për ta falendëruar Allahun, për ta lartësuar Allahun subhanahu wa taala, Zotin krijuesin e tij. Dhe dita është e shkurtër për agjerim, për të agjeruar nafile. Si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu minan nari 70 kharifa. Kush agjeron një ditë të vetme për hir të Allahut, jo ditë Ramazani, se ditët e Ramazanit janë akoma dhe më të vlefshme, po një ditë nafile, kush agjeron për hir të Zotit madh, Allahu do t'ja largojë atij fytyrën nga zjarri 70 pranvera, pra 70 vjet. Të largon Zoti madh larg dënimit, ndëshkimit të tij 70 vite larg për një ditë të vetme agjerimi. Dhe kjo është mundësi për gjithë besimtarët. Agjerimi i ditëve të dimrit se janë të shkurtra, por ne dëgjojmë edhe njerëz disa të moshuar që po dimra agjeron gjithë, kush është burr që agjeron verë, nuk e ka dhënë kusht Allahu xhalla xhelaluhu që ta agjerohet vetëm verë apo vetëm dimër. E rëndësishme është ditë, a është ditë, një ditë në verë, një ditë në dimër është e njëjta gjë. Po ashtu transmetohet nga sahabiu i nderuar Hasan al-Basri rahimahullah dhe thot, ni'ma zamanil mu'minu shita, mirësia e besimtarit është në dimër. Mirësia e kohës më të vlefshme të besimtarit është në dimër. Lejluhu tawilu fayakumu wa naharuhu qasirun fayasumu. Nata e tij e gjatë është për adhurime dhe dita e tij e shkurtër është për agjerim. Dhe besimtari duhet të veçojë një kohë, e dim se askush nuk është perfekt nga ne o vëllezër. E dim që të gjithë e humbim kohën, shkujdesemi, e kalojmë kohën huti, e kalojmë kohën në lojra, e kalojmë kohën në telefon. Por se, vallaj është gjuna, sidomos në këto net dimri që erësohet shumë shpejt, ndoshta po të them në orën 6 e pak, ka mbaruar namazi Yacis, ne hyjmë darkët një pjesë e madhe që në 4:45 që është erësuar mas akşamit. E deri kur të vi sabahu i ditës së nesërme 5:30-6 i thon 13 orë, 2-13 orë. A 13 orë flejmë ne? Jo vallai, sa asnjëherë s'na zen ajër gjumi para orës 10-11. Po ç'a bëjmë? 1-2 orë telefon, dikush një lojë biços, dikush një lojë domino, dikush bën e shtyn kohë për një gjë tjetër, dhe kur vjen puna i japi mend njëri tjetrit për gjendjen tonë sot në botë muslimanëve, fajsojmë imamllarët, e fajsojmë vendet arabe,
gojët mashallah i kemi bilbil. E veprat i kemi fush me lule. Jemi ne vëllezër që duhet japim shembull. Jemi ne sepse ne duam çështjen gjendjen e vëllezërve sot në Palestinë, Gaza, duam që t'i ndihmojë Allahu. Duam që ata t'i çlirojë Allahu, dua që Allahu t'i japi atyre krenari dhe t'i çlirojë ato vende të shenjta. Por se gjithë secili në vetveten e tij ta pyesi herë veten, çka kam bëu unë për ata? Apo një dua që kemi bën namaz. Sa kam dhënë unë mund për ato? Sa e kam bërë unë sebepin për ato? Të gjithëve na dhimbsen ata fëmijë kur dalin aty që vriten padrejtësisht. Të gjithëve na dhimbsen. Vetëm në njëri që mund ta ketë zemrën gur, por nuk mendoj sepse çdo zemër edhe gur në pacient do jetë zbut. E do të qaj, e do të mërzitet. Por çka kam bërë unë për ata? E them për veten time dhe për gjithë ne. Apo kemi bërë dua në Facebook. Prandaj besimtari është mirë që në këto net të veçohet, të lej një kohë të caktuar, sikur gjysore, 10 minutë, një rekat namaz, 2 rekat namaz. Të bëj dua për çështjen e vëllezërve, që Allahu t'ja lehtësoj, Allahu t'i çliroj. Dhe gjithashtu është e preferuar pra leximi. Nuk po veçoj vetëm Kur'anin, por leximi, mësimi, sepse vallahi ka gjëra që muslimani ka detyrim t'i di. Ka çështje fetare që besimtari duhet t'i di patjetër, dhe ka vite që vjen në xhami e mëson edhe prap nuk di disa gjëra bazë. A nuk është koha më e mirë që muslimani të mësoj? A nuk është mirë që muslimani mos të marrë më abdes duke pyet shokun e vet, hajde më mësoj çik marr abdes, po ta mësoj vetë ç'është merret abdesi? A nuk duhet që besimtari ta falë namazin, mos eci më me ato broshurat, ha se kam letrën unë, ha se më ndihmon telefoni? A nuk duhet që besimtari pra të mësoj vetë këto gjëra? Sepse nesër do dali një jetë, nesër do krijoj familje dikush që është i ri, do mësoj fëmijët, po fëmijën dikush të mësoj ty, po ndoshta fëmijën tënd se mëson dot njëri, s'di ku të mësoj, ose do ta mësoj fen mrapsht në internet. Dhe kjo është koha më e mirë që besimtari e merr një libër të thjeshtë, moral, edukat, sjellje, histori profetike, apo dhe Kurani. Normalisht Kurani është më i vlefshëm, më i nderuar dhe më sevap më i madh. Po ta ndaj pra kohën. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë për atyre besimtarve që ta shfrytëzojmë kohën e këtyre netëve të dimrit. E lutim Zotin e Madh që të na e bëjë këtë stin dimrit të begat, na e bëj këtë stin dimri pra të na ruaj nga dëmet e saj, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam kur frynte ndonjë erë fort me stuhi, bënte dua. Po ne normalisht besoj nuk e dim të dua, po edhe në shqip, o Allah, më ruaj prej dëmit që ka ajo, prej dëmit që është sjell dhe për dëmin pra që ka ardhur të bëj. Se dikush ndoshta Allahu e dërgon një erë, një stuhi për të bërë sprovë në një vend, dhe ne e lutim Allahun që të na ruaj nga dëmi i saj, dhe e lutem Allahun përsëri për bereqet. O Allah, na jep të mirat e saj, të mirat që ka në të dhe të mirat për të cilat ajo është dërguar. E lutim Allahun xhelle xhelalu që të na falit, na mëshiroj, sa ai është falës madh, mëshiruesi madh. E kullu ma tastami'una wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kërkojeni Allahut falje në këto momente, se është nga momentet në të cilën pranohet lutja dhe duaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil amin Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun, paqja, mëshira, bekimet e të Madhit Zot qofshin mbi profetin Muhammed alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë besimtarët dhe besimtarët deri në ditën e fundit të shkatrimit të kësaj dynjaje. Transmeton Amir ibn Mas'udi radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ash-shita'u rabi'ul mu'mini." Dimri është pranvera e besimtarit. Si bëjmë dua: Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. O Allah, bëje Kur'anin pranverë të zemrave tona, fladin e zemrave tona. Po ashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith që dimri është pranvera për besimtarin. Pse? Sepse e gjallëron imanin e tij.
kemi kaluar nga një stim, pra siç kaluam nga sprova e verës për në dimër, kemi kaluar nga stina e lakuriqësisë, nga stina e zinas, nga stina e plazheve, e harameve, e diskove që bëshin çdo ditë, apo mos them që bëshin çdo javë, mos them çdo ditë. Kemi kaluar nga një gjendje pra ku besimtari do apo nuk do grumbullon gjunafe, do apo nuk do gjunahet u shtuan. Kemi kaluar në një stim pra ku besimtari ka një mundësi të mirë që t'i falen gjunafet, ku besimtari ka një mundësi të mirë që t'i shtohet imani i tij, t'i shtohet besimi, dhe nuk shtohet besimi pra siç tham fillim o vëllezër, i them dhe vetes time se nuk jam më i mirë se ju. Nuk shtohet besimi duke qëndruar me orë të tëra nëpër kafe, nuk shtohet besimi duke qëndruar me orë të tëra nëpër telefona, nuk shtohet besimi duke qëndruar duke parë futboll. Normalisht askush nuk e bën haram, mos më keq kuptoni. Do shikoj njeriu futboll, po edhe do lexoj Kur'an, do shikoj njeriu telefon, po edhe do lexoj historitë profetit sallallahu alaihi wasallam, se ne krenohemi për këtë fe, krenohemi për këtë islam, krenohemi për këtë fe të pastër pra, por nuk dim për këtë fe. Nuk kemi informacion për këtë fe dhe e marrim këtë fe nëpërmjet telefonit, televizorit. Prandaj besimtari duhet të ketë kujdes prej gjërave që besimtari duhet të ketë kujdes në stinën e dimrit, dhe Allahu subhanahu wa taala ja ka lehtësuar çështjet besimtarëve në dimër. Për shembull, marrja e mesit në çorape është prej çështjeve që besimtari duhet t'i di, që besimtarit i lejohet që t'i japi mes kam vetë ti pra për mbi çorape, po edhe kjo ka disa kushte. Kam parë një herë disa vëllezër që i jepshin mes çorapeve, keni parasysh to çorapet e shkurtra që janë poshtë nyjes së këmbëve, janë të shkurtra fare. Nuk lejohet që besimtari të japi mes atyre lloj çorapeve. Besimtari duhet të ketë çorape pra të trasha, që nuk duket këmba në të, ka edhe kjo disa kushte. Nuk është pra me të vërtetë do t'i japin mes, por se edhe mesi ka rregulla dhe ka kushte që besimtari duhet i di. Përsëri Allahu ja ka lehtësuar besimtarit që kur imami e shikon të arsyeshme t'i bashkojë namazet, i lejohet. Kur ka ndonjë shtrëngat, ndonjë erë të fortë me shi, lejohet t'i bashkojë namazet, lejohet. Por se disa thonë që kjo mos bëhet rrugë, sepse sot besimtari dëshiron që t'ia bashkosh namazet, t'i fali bashkë akşam me yatsi, se bi shumë shi, nuk shkon ke xhamia dhe ke lokali lagjës atje 10 minuta në kam, 5 minuta në kam, shkon, nuk e ka problem. Përsëri prej çështjeve që besimtari duhet të shfrytëzoj në këtë dimër është vizita në përfarefis. Ndoshta në verë shumica kanë qenë me angazhime më të plota, dikush te puna. E tani në dimër ka kohë plot, vetëm në njëri që nuk do, me i bëj vizit tezës, me i bëj një vizit dajës, me i bëj një vizit hallës, me i bëj një vizit xhajës, pra rrethit pa familjar të parin që mos e lej atë. Dhe prej çështjeve që përfitojmë në këtë dimër, 3 pika që vetëm do t'i lexoj që mos të zgjatem, është që ky dimër dhe ky ftohtë na kujton zjarrin e xhehenemit. Thot profeti alayhis salam në një hadith: "Ishtaqat an-naru ila rabbiha fa qalet ya rabbi akala ba'di ba'da." Zjarri i xhehenemit u ankua tek Allahu dhe i tha: "O Zot, po haj veten time prej zjarrit madh, prej nxehtit madh dhe prej ftohtit madh." Dhe Allahu i dha leje zjarrit të xhehenemit të ketë 2 shfryrje në vit, një shfryrje në verë dhe një shfryrje në dimër, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Prandaj verë kur është dita më e nxehtë e verës, ajo është shfryrja që zjarri i xhehenemit ka bërë, dhe në dimër kur është ftohti më i madh, ajo është shfryrja që zjarri i xhehenemit ka bërë. Dhe e dyta, na jepet pra mundësia, si tham, për ta shfrytzuar kohën dobi ton, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam si thot: "Iqtanim khamsa qabla khamsin", shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 gjëra të tjera, dhe në këto është shfrytëzoje kohën pra para se të zihet ajo, shfrytëzoje rinin para se të vi pleqëria, shfrytëzoje pasurinë para se të vi varfëria, dhe shfrytëzoje jetën para se të vi vdekja. Dhe e treta që unë do ta këshilloja gjithë secilin prej nesh, të gjithë i dim hallet e komshinëve tanë, të gjithë i dim hallet e të afërmëve tanë, të mundohemi që në para se të fillojnë pra ditët e ftohta, dikush që
e di që në lagjen e tij është një hallexhi që nuk ka pra gjërat bazë për të qëndruar ngrohtë në këtë dimër, t'ia mundsoj atij. Dikush që ka një komshi hallexhi, nuk është ideja vëllezër se një rast na vjen një rast për një hallexhin e direkt na shkon menja ndoshta ke Elvis Daçi apo te filan hoxha apo te filan shoqat. Kur ti shumë mirë me një batanie, shumë mirë me një sobë të përdor, shumë mirë me 1 metër kub dru, t'ja blesh dhuratë vëlla. Nuk e kanë vetëm ata detyrë. Kemi detyra ndaj komshinve, kemi detyra ndaj të afërve. Nëse e merr vesh në lagjen tatë, në fisin tatë, apo në komshin tatë, nuk ka një sobë për të ngrohur, ka fëmijë të vegjël, apo është plak, apo është moshuar, s'ka mundësi. Mos i futemi po ai kështu ka qenë burrë saj, ka qenë pianec. Dhe çojun soba saj, ai tjetri thotë, po ajo e ka çunat në migrim se nuk i sjellin ato, mos i futemi, nuk na interesojnë neve këto. Ti do me bë mirë, bëj mirë. Prandaj do i lutesha gjithë secili që ka një hallexhin në familjen e vet, në farefisin e vet, në lagjen e vet, ta ndihmoj me atë çka ka mundësi. Një sobë përdorur sot 70, 80, 100.000 lekë. Mund t'ja bësh dhuratë për hir të Zotit të Madh, që edhe ai të jetë ngrohtë, pra dhe shpërblimet, si thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum, thuaj punoni sepse Zoti ka për t'i parë veprat e juaja. Elusim Allahun Azza wa Jall që t'na bëjë të dobishëm kudo që t'jemi, elusim Zotin e Madh që t'na japi hajër kudo që jemi, elusim Zotin e Madh që t'na falit, na mëshiroj se vetëm ai është falës i madh dhe mëshirues i madh. Elusim Allahun fuqiplot na i fali gabime gjunahe që i bëjmë ato me dashje apo pa dashje. Elusim Zotin e Madh na i fali gabime që i bëjnë haptazi apo fshehurazi. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të gjithëve t'na japi pra xheneti Firdeus dhe t'na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Elusim Zotin e Madh gjithë secili që ka një hall, një breng, një shqetësim t'ja lehtësoj atë. Elusim Allahun subhanahu wa taala gjithë secili që ka një borxh t'ja mundsoj që ta shlyejë atë. Elusim Zotin e Madh gjithë secili që ka një smundje ta shëroj pra prej kësaj smundje, dhe elusim Allahun fuqiplot që t'na bëjë neve sebepqar për të tjerët, për t'i ndihmuar të tjerët, dhe shpërblime do t'i gjejmë tek Allahu Azza wa Jall. Dërgojmë salavat dhe selam mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik Allahumma ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fadhkurullaha adhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين.